Mirdita, sot do gatuaj një gjethe po prap nga fshati. Sjell kujtimet e vegjëlisë time. Është stufado me mish viçi. Këtu kam 1 kilogram mish viçi. Të prerë në copa, mesatare copa, se mishi kur gatuhet mblidhet. Këtu kam ngri 7 qep të njoma. Mamaja ime I grishin me thik. Mami më fal që po ndërpret që janë qep të thata. Qep të thata. A shofe? 7 qep të thata. Këtu kam ngri 7 qep të thata. Mamaja ime shkëta mundoheshin të gjitha grati prishin me thik dhe sa më holl. Tash kam dalur makineri, e kam ngri në blender. Kam edhe gjethe dafine. 5 me 6 gjethe dafine që përdor për të hedhur për aromë. Kemi vënë kusin në zjarr, në sopë. I kam hedhur vaj ulliri dhe si fillim, filloj të skuq pak mishin. Sa të thith lëngun e tija dhe të marrë një qik të skuqur mishin me vetveten, pa ujë, pa asnjë gjë. Ja po filloj procesin. Ato përfshini qik me pecet, E thaj me pak që të ikë uji. Edhe kemi dhe salcën. Salcë bio. Salcën të përdorësh komplet apo? Jo, të gjithë nuk të përdorësh. Okej, themi pastaj. Po. Këtu hedhim sopat e mishit. Marrim lujë dhe e përzihet. Ishte edhe pak vaj. Vaj ulliri gjithmonë. I vëm kapakun që mishi të pi lëngun e vetë, ujtin e vetë. Dhe sa e lëngë shumë, mami? Sa e lëngë shumë? Sa të pi ujti, sa të thahet pak. Pin ujtin e vetë, thahet, pastaj hedhim qepën. Hedhim qepën, pastaj me atë gjethe dhe dafinës, salcën. E ka vërdisim mirë derisa të bëhet një salcë, homogene të bëhet një salcë. Dhe varet me fjalë ne po e bëjmë me mish viçi, ka tjerë që hajnë me kuneli. Po, atë mund ta përdorësh me çfarë lloj dhe me pul. Mund ta bësh dhe me pul. Po në fshat e bënim dhe kur e bënim, kur kishim, se s'kishim më shumë se sa kishim, po ishte një gjellë që do të ishte tradicionale. Mami, po tani? E shikojmë mishin, ka akoma ujë derisa të pi ujtin e vet, pastaj do hedhim qepën. E ka bordisim me qepën mirë, derisa qepa të tretet fare. Nuk kam hedhur krip, as salca akoma, se kripa e forcon edhe salca. Kripën do t'ja hedh më vonë dhe salca do t'ja hedh shumë më vonë, se unë ka që di që forcon mishin. E forcon. E forcon mishin. Da duhet rri me kapak tani, gjësa ta pi ujin. Me kapak, derisa pi ujtin e vet, se zbutet mishi. Zbutet mishi me vetë me lëngun e tija. Si që shikoni, mishi e kam pi ujtin e vet, është I gatshëm që të hedhim qepën. Qepën e kemi gati. Si që tash janë 7 pokra qepë. Të mesme, jo qepë të mëdhaja, qepë zakonshme. Hodhëm e qepë. E skuqë mishin e qepë. Nuk I kam hedhur asnjë krip fare dhe ka vërdisur një qip. Sa të tretet qip qepa shumë me lëngun e mishit. Këtu kam dhe 3 theth pudra të grira holl. Edhe me këto, 3 pudra.
Mami, do dush dhe ujë të ngrohtë pastaj? Po. Ta vej pak të? Gjithmonë i nxehtë. Tash do hedhim pak vaj me që se u shtua qepa. Dhe sa e lejmë aty më mirë? E lëm pak sa të 30 qepa mirë. Sa të 30 qepa mirë. Deri tani I nuk hedhim me pak ujë, që të mos ngjit, i hedhim me pak ujë. Me qoftë që shohim që ajo ka pyr ujtin e vet, i hedhim nga pak ujë. Hedhim nga pak ujë dhe skurt qepën. Sa të skurtet qepa të 30. Dhe uji që hell duhet jetë i ngrohur, a? Uji gjithmonë i nxehtë. Gjithmonë i nxehtë. Ja, tash i hedhim pak ujë. Pak. Nuk e lëm që të na ngjit, i hedhim nga pak ujë. I shtoj dhe 5-6 vete, ashtu jetë dafine. Dhe dafina jep shumë shije. Jep aromë të mirë. I shtoj dhe pak ujë. Të nxehtë. Nuk ka ndonjë mundim, nuk ka ndonjë lodhje, vetëm duhen që Gjelle, kripë. po shtoj kaq. Duke e pa, pastaj asë do Pa ka shumë një lugë gjelle, Një lugë gjelle, rafsh. Një lugë gjelle. Në qoftë që ka nevojë, shton kripën e ke në dorë. Nuk e çfarë ti bësh kur e bën shumë të kripur dhe s'ke si t'ja heqësh. Po për të shtuar kripën e shton. Kur e ka kurse ke tamam, e bie me sa kripë do. Sa do ta bëj me makarona, E bëjmë Të zim makarona, pas makarona, e bëjmë pastaj? me pilaf, me çfarë do gjëja. Tash i hedhim salca. Salca shpirte. sa gram është ajo në mëndë? Qoftush 690 gram. 690 gram. Po të E si sa gjysma? Gjysma. Gjysma. Me të 350 gram, Po. Duhet salcë. atë. Salcë pente. Sa shpirte. Si që shikoni, salca shtret. E gjithë qepa. Tash i shtoj ujë. Uj, ma bëjnë sa vehe? Ujë jetë derisa të zihej mishi. A, me fjellë tani e mulon ekologjisë, e mulon me mish, me ujë, po si me jo. ujë, Dhe shikon pastaj, nëse të don prap ujë, do i hedhësh prap derisa të zihej mishi. Varet çfarë mishi është, kur është mish viçi zihet më shpejt, kur është mish lope do orë më shumë, Po. se është mish me i trash. Ajo është, siç e shikoni, tash e lë. Që të zihej mishi me qepën, me të gjitha prandaj ka. I bën kapakun dhe presim të zihej. Dhe sa për shembull apo siç te do duket ajo Ajo duket nga mishi. Okej. Po mishi, po si o mishi, pije dhe salcën e vetë, do të nxjerrësh atë vetëm me salcë. Mish me salcë vetëm, asnjë gjë. E përdor me çfarë të duash. Një pjatë i hedh djathë kaçkavaku, Djathë djathë të bardhë. Njërës jedh djathë kaçkavaku, mund të hajnë gjithë si masoreksit. Shumë mirë. Po. Këto janë pjatët. Drejt në mirë. Faleminderit. Super.